Vlora, një nga qytetet më të rëndësishme bregdetare të Shqipërisë, po përballet gjithnjë më shumë me një problem serioz mjedisor, ndotjen e ajrit, veçanërisht nga pluri në rrugë. Grimcat e imta të plurit të padukshme për syrin e lirë, përbëjnë një kërcënim real për shëndetin e banorëve, pasi depërtojnë lehtësisht në organizëm dhe prekin organet jetike. Ekspertët e mjedisit paralajmërojnë se efektet e këtyre grimcave janë të menjëhershme dhe të dëmshme. Ato ndikojnë drejt për drejt në sistemin respirator, duke rritur rastet me probleme të frymarrjes, por edhe në sistemin kardiovaskular, duke shtuar rrezikun për sëmundje të rënda. Sipas ish drejtorit të Agjencisë Rajonale të Mjedisit Niko Dumani, ndotja e ajrit në qytet po reflektohet në rritjen e ndjeshme të sëmundshmërisë të qytetarët. Dumani thekson se edhe pse të dhënat janë të pjeshme, trendi është shqetësues. Ai nënvizon se një pjesë e madhe e ndotjes lidhet me shtimin e numrit të automjeteve dhe mungesën e mirë menaxhimit të mbetjeve urbane. Sipas vlerësimeve të institucioneve europiane të mjedisit, në Shqipëri regjistrohen rreth 5000 vdekje të parakohshme çdo vit, të lidhura drejt për drejt me ndotjen e ajrit. Janë ato grimcat e quajtura P10 që janë grimca relativisht të mëdha dhe që kalojnë në rrugët e frymarrjes, por nuk kalojnë në organin e mushkërisë. Por se janë më të rrezikshme grimcat e plurit të quajtura PM2.5. PM2.5 është plur 10/1000 e metrit. Atëre, efekti i tyre është direkt në gjak, në frymarrje, në mushkëri, në gjak, në organin e zemrës. Po përveç këtyre, nga emetimet e djegjeve të ndryshme, sidomos të makine, shlirohet dioksid karboni, monoksid karboni, dioksid sufri, dioksid e azotit. Dioksidi sufri dhe dioksidi i azotit janë direkt dëmtues të organeve kryesore, duke përfshirë sistemin nervor, veshkat, mushkërit po, pra është një kompleks sëmundjesh. Tani, duhet të ditur që sëmundshmëria arritet, po a matet sëmundshmëria? Tek ne matet sëmundshmëria. Mund të shkojmë në statistika atje sëmundjeve të drejtorisë së shëndetit publik. Por me gjithë këtë, po mund të marrim atje stacione dhe të shikojmë trendin. Për shembull, sëmundjet e mushkërisë. Dhe si kemi trendin sipas jush? Para disa vjetësh unë kisha marrë një statistik për disa vjetë dhe kisha parë një trend prej 5 vjetësh. Kishte shtesë. Por makinat janë shtuar dhe më shumë. Me gjithë këtë, është e njohur publikisht nga çdo institucion. Agjencia Europiane e Mjedisit ka publikuar që ndikimi i ndotjes ajrit në Shqipëri shkakton 5000 qytetarë me vdekje të parakohshme. Mirë, po fatkeqësisht kjo nuk vlerësohet. Dhe kush është mos vlerësimi? E para që bashkia nuk ndurin për të menaxhuar mbetjet. Pse do të ikin mbetjet që nga mjezi deri në duke transportuar? Pse firmës që ka hapur rrjetin e ujësillësit nuk e thërret edhe ta mbylli? Pse sot kalova aty te rruga e Alimxhelos? Nuk punohet. Urin kalojnë makina aty varg, pluri ngrihet në maj. Këto janë detyrimet e bashkisë. Një tjetër problem i evidentuar është mungesa e pajisjeve për matjen e ndotjes. Sipas Dumanit, bazuar në kapitujt e progres raporteve për mjedisin, bashkitë duhet jenë të pajisura me instrumente për monitorimin e cilësisë së ajrit. Megjithatë, në Vlorë këto mjete mungojnë duke bërë të vështirë matjen reale të nivelit të ndotjes dhe marrjen e masave konkrete. Ai shton se mungesa e investimeve në këtë drejtim lidhet jo vetëm me burimet financiare, por edhe me mungesën e vullnetit institucional për të trajtuar seriozisht çështjen e mbrojtjes së shëndetit publik, pa të dhëna të sakta dhe të vazhdueshme. Qytetarët mbeten të painformuar për rrezikun që u kanoset çdo ditë. Ka dhe problem akoma më të madh. Detyrim ligjor, sipas kapitullit 27 të progres raportit, është i detyruar që Bashkia e Vlorës të ketë pajisjet teknologjike të akredituara për matjen e ndotjes së ajrit dhe detyrim për t'ia publikuar qytetarit që të di se në kushte jeton qytetari. Nuk e bën. E ka bërë Tirana, ka Shkodra, Durrësi, Korça dhe Fieri. Në gjithë Shqipërinë, nga analizat që janë bërë, nga studimet të ndryshme, ka dalë konkluzioni nga specialistë të ndryshëm që nuk ka vullnet që të merren me pastrimin të mbrojtjen e shëndetit. Si ka mundësi të mos ketë përgjegjësi që 5000 qytetarë të vdesin para kohë dhe të humbasin disa vite jetesë. Por sa e rëndësishme është matja e ndotjes, ekspertët bien dakord se monitorimi i vazhdueshëm është hapi i parë drejt zgjidhjes së problemit. Matja e ndotjes është investim.
dhe duhet të pajisjet qyteti me pajisjet sipas ligjit, ka rregull. Janë pajisje të gatshme që mund t'i blesh dhe vendosen në disa pika të qytetit. Bashkia nuk financon. Pse nuk financon tani? Se e di që ndotja duhet e lartë, qytetarët do mësojnë ndotjen, por unë do them të gjë, pavarësisht se nuk ka, njerëzit e dinë. Bashkia, pavarësisht se njerëzit nuk ndihen, nuk protestojnë, do të bëj punën e vet. Në këtë situatë, specialistët kërkojnë ndërhyrje urgjente, përmirësim të menaxhimit të mbetjeve, larjen e rrugëve, kontroll më të rreptë të automjeteve dhe investime në teknologji për matjen e cilësisë së ajrit.